ti fal mirësisë se Zotit tënd nuk je i çmendur. Kështu i ka thënë Allahu madhëruar profetit e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mbështetje për të ndaj etiketimeve që i bënin kundërshtarët e tij në shenjë nënçmimi. Dhe ka përmendur Allahu madhëruar në surën Al-Qalam ku thuhet ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ti fal mirësisë e Zotit tënd nuk je njeri i çmendur. Epiteti i çmendur dhe bashkë me të një epitet tjetër që ka përmendur Allahu madhëruar në ajetet e tjera dhe që është magjistar, janë dy epitetet që janë thënë më së shumti për profetë të Allahut madhëruar nga kundërshtarët e tyre, dhe kjo për faktin se ata nuk gjenin se çfarë të thonin ndaj profetëve dhe si të justifikonin vetët e tyre në lidhje me qëndrimin që ata mbanin ndaj profetëve, dhe nuk thonin dot as gënjeshtar, nuk thonin dot as i pabez dhe tradhtar, nuk thonin dot as i poshtër, sepse profetët e Allahut ishin njerëz të zgjedhur dhe nuk ishin nga këtë lloj moralesh. Mirë po, e përdorin këto dy epitete për shkak të një ngjashmërie nga ana e jashtme, edhe pse jo as pak reale. Dhe kjo për faktin se profetët e Allahut vinë me mrekulli. Dhe mrekullit janë gjëra të pazakonta, siç edhe magjistarët kanë gjëra të pazakonta. Ama të pazakontat e magjistarëve janë vegime dhe as pak reale, ndërsa ato që sillnin profetët salawatullahi alehim ishin gjëra reale. Dhe prandaj Allahu madhëruar thoshte për magjistarët e faraonit saharu a'yunan nas. Ata mashtruan me veprimin e tyre sytë e njerëzve, sepse në ato veprime nuk kishte as pak realitet, dhe kjo ndryshe nga mrekullia e Musait alayhis salam që në lidhje me çarin e detit, apo deveja e Salihut e tjerë prej mrekullive të profetëve. Dhe e dyta, ata thonin për ta të çmendur sepse profetët e Allahut nuk lëviznin dhe as nuk lëkundeshin nga thirrja me cilën i kishte dërguar Allahu madhëruar. Dhe për shkak se ishin të patundur në lidhje me këtë mision prej Allahut madhëruar, thonin këta janë të çmendur, si një njeri i vetëm qëndron përballë të gjithëve. Dhe këto dy epitete i ka mohuar Allahu madhëruar në librin e tij në lidhje me profetët, dhe në fakt ata kanë pas të kundërt të tyre, ishin njerëzit më të mençur dhe njerëzit më të vendosur në lidhje me mesazhin e Allahut madhëruar dhe detyrën me cilën ai i kishte ngarkuar.